Nga Silvinho tek Rolando Maran, stafeta e stolit të kombëtares shqiptare kaloi përmes një shtrëngimi duarsh mes të dyve në prani të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Largimi i pritshëm i brazilianit Silvinho pas një eksperiencë për 3 vite e gjysmë u shoqërua me prezantimin e shpejtë të një emri që në fakt mund konsiderohet një surprizë. Shumë kush priste një personazh më të rëndësishëm në krye të pankinës kuqezi. Mirëpo Duka zgjodhi një trajner jo me profil të lartë në futbollin italian, që ka drejtuar ekipe modeste në Serie A dhe Serie B. Pyetje së Vision Plus mbi zgjedhjen e bërë, kreu i Federatës u përgjigj në këtë mënyrë. Kemi kontaktuar, kemi biseduar me disa kandidatura, padyshim që kanë pas alternativa, të cilët nuk besoj se është etike që t'i bëj publike tani. Kontrata nuk është e vështirë, është e thjeshtë, realisht firmën mbi letër e kemi hedhur vetëm gjysore më parë. Misteri tha unë po firmos dhe nuk kam lexuar asgjë, inshallah s'to kem probleme. Me këto objektiva që unë i thash për të qenë vend parë në Nations League dhe për të kualifikuar në Euro 2028. Duka falenderoi edhe Silvinho, me cilin tha se ndarja ishte konsensuale, teksa sipas tij, të dyja palët kuptuan që ishte fundi i një cikli dhe momenti më i mirë për të ndarë rrugët. I emocionuar dhe fjalë pak, Silvinho ishte falenderues në fjalët e fundit para ambientit kuqezi. Dua të falenderoj stafin teknik dhe të gjithë lojtarët që me ne kanë bërë një rrugtim shumë pozitiv prej 3 vitesh e gjysmë. Jemi rritur të gjithë bashkë. Në fund, tifozët e apasionuar të kombëtares, mbështetja që kemi marrë nga të gjithë ju ka qenë për ne një shenjë shumë pozitive për gjithçka që kemi bërë. Mbaj mend vetëm se që ditën e parë kur erdha këtu, kisha thënë një gjë: shpirt, zemër dhe djers nuk duhet të mungojnë kurrë, sidomos në një skuadër futbolli dhe akoma më shumë në kombëtare. Trajneri i ri i përfaqësuesës tha se e njeh mirë ekipin ton kombëtar dhe veçanërisht lojtarët që luajnë në Itali, duke premtuar angazhim maksimal për ta çuar Shqipërinë në botror, ndonse kontratën e ka deri në qershor 2028. E kam ndjekur nga afër kombëtaren shqiptare dhe keni gjithë komplimentat e mia. Shumë lojtarë njoh se kam parë shumë ndeshje të Shqipërisë, madje i kam ripar disa prej tyre. Me ato që ju keni, ne kemi mundësinë për të bërë më tepër dhe ndaj skuadrave që mund të jenë më të forta në letër, të arrijmë objektivin për të qenë në krye. Ëndra juaj dhe imja është të shkojmë në botror, të arrijë të sjell ato rezultate që të gjithë i dëshirojmë. Me bindje dhe profesionalizëm, me një grup të bashkuar dhe me pak fat, kjo mund të arrihet. Kualifikimin evropian në fakt është kushti i Federatës për kontratën 2 vjeçare të Rolando Maran. Tekniku 63 vjeçar italian ka drejtuar ekipe si Chievo, Cagliari, Genoa, Pisa, Brescia, Catania e të tjerë. Mesatarja e qëndrimit në një skuadër nuk e kalon 1.3 vite. Impenjimet e tij të para me Shqipërinë janë në miqësorët e qershorit me Izraelin dhe Luksemburgun.